Isha duke bërë gati për të dalë në darkë tani, këtu në Maldive, dhe vura re që kam humbur portofolin. E di që pyetja është për çfarë të duhet portofoli në Maldive. Faktikisht duhet të dërgoja foto të sa dokumenteve që kisha, patentën. E humba, nuk e gjej më. Po mund të më ndihmoni ta gjej, tani po vjen edhe një helikopter. Ta kërkoj. Po e kërkojnë të gjithë. Po mundeni ta kërkoni dhe ju. Mirëmëngjes, Blendi. Mirëmëngjesi Ilnisa, mirëmëngjesi shokët e Ilnisës. Dhe ne kemi qenë në shtat që po e trajtojmë kaq bukur të mëngjesa, nuk di. Faleminderit. Mirë se ka ardhur. Mirë se të gjeta, po. Jo, shiko. Jemi më mirë. Okej, po pra, po ndukem si pjesë. Ora. Ja dhe vini. Vini, do bësh gati për podcastin apo jo? Po, gati jemi. Gati jemi. Ku është Vuki? I ftuar i parë. Gjashtë ndriçimit, ku janë? Blendi, të vazhdoj wake-upi. Apo në njëri këtu apo jo? Pra, kush thot që është korrekt në punë dhe kush është vërtet. Vetëm unë dhe Shërina. Rozione, Ema ku jeni me? Ema ishte poshtë me thënë drejtën ka kohë. Unë ja qohë. Okej. Rozi, orin se kemi sot, në vend të orit kemi një special guest. Ndishin orë 21 në Top Channel. Live, ky është Top Channel. Sot jem me kampionin bokserin që do ndjekni edhe ju në Tiranë së Shpejti. Jemi bashkuas bashkut, këta janë vullnetarët sot mit për fondacionin Eminas Hand Foundation, që të ndihmojmë një familje shqiptare në Miami. This was our mission for today. Mission complete. Happy Saturday. Come to the gala so we can raise money to help our families. Yes, here in Miami too. Ciao! Uribe kampion! Ka e vrejtur, por edhe pse ne me këtë kohë zakonisht jemi nervoza, por sot jo, ruajmë qetësinë edhe pse ka trafik, edhe pse ka rrëmuj. Ciao goca, unë jam Milano dhe për pak do bëm gati sepse kam një shooting që më pret dhe për këtë arsye së mëngjes jam zgjuar shumë herët dhe kam bërë flokët vetëm me këto duar të mia fantastike. Jam bërë njëshi për flokët, për ondet dhe unë kam pikën e dobët flokut sepse nuk më rritën, kam shumë flok, do me thënë kam flokun shumë të mirë, edhe shumë të fortë dhe të trash, por nuk e di për çfarë arsye nuk zjatën, po marrë disa vitamine. Gjithsesi unë kam përdorur disa produkte që kam testuar dhe më kam pëlqyer goxha dhe po i mban flokët shumë të pastër, sepse kam pak lëkurën e kokës me ndyr dhe një ditë po, një ditë jo, i laj. Por në këtë muaj jam përmirësuar goxha. Kam testuar këto produkte që dua t'ju këshilloj dhe juve sepse jam e sigurt që do ju pëlqejnë. Unë nuk këshilloj asnjëherë produktet